dhe filloi një plan i madh inspektimi për ta mbajtur nën kontroll. Që ti e ke për destinacion vetëm për përdorim civil, të energjisë, sepse ashtu filloi, për bujqësinë filloi më shumë. Ekspertët shikonin centrifuga dhe eksperta agjencisë atomike. Atomike, sepse për këtë, por ndërkohë këta kanë vazhduar, sepse kanë hapur disa qendra, disa i kanë deklaruar me kohë, disa i kanë ende të fshehta. Dhe sot flasim për fortifikime ku ata i kanë deklaruar që janë për qëllime të strehimit të raketave çështje ushtarake, por ndërkohë ato janë, brenda tyre janë ferma të mirëfillta të pasurimit të uraniumit me anë të centrifugave, të cilat në Fordo, në atë malin e madh i cili është bërë sot shënjestër kryesore ndërkombëtare, janë shumë të fuqishme dhe mund të mbrin më shpejt në kohë për të sjellë një raketën e parë me mbushje bërthamore në këtë Republikë Islamike. Tani këtu ka disa qasje të ndryshme dhe informacione kontradiktore që vinë edhe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku disa thonë që ishte larg ende se bëri një bombë atomike e Iranit, sa të tjerë thonë jo, nuk mund ta linim më gjatë saq, sepse nuk mund ta kalkulonim dot se sa shpejt ose vonë mund të ndodhte kjo. Por përveç kësaj, sulmi nuk po bëhet vetëm për këtë Faradin, pra për bazën, për malin bërthamor që quhet, por sulmi po bëhet për të zhdukur njëherë mirë regjimin e Ayatullahëve dhe ndikimin e tyre në gjithë rajonin që gjithë këto vite është bërë shumë problematik. Le të ndalemi pak tek ky moment i pasurimit të uraniumit. Siç e the, ka mendime që ishte 2-3 javë larg. Pra ishte në fazën 70% pasurimit, çka do të thotë që ishte 2-3 javë larg, dhe ka të dhëna të tjera që ka qenë mbi 80%, do të thotë që ai e ka pasur në dorë, por nuk e ka prodhuar dhe e ka stopuar këtu. Në të dyja variantet, nëse do të ishte varianti i parë, kuptohet pse godet Izraeli. Nëse do të ishte varianti i dytë, pra që ai e kishte në dorë, pse mendon që Irani mund të ketë hezituar? Sepse ekziston si ide që Irani e ka pasur në dorë për ta bërë, por ka hezituar. Ka qenë ndonjë moment negocimi, ka qenë ndonjë moment tensioni i fshet, shkëmbim inteligjencë në sekond të fundit, sepse lufta ajrore që ne do të flasim nuk duket një luftë e pa përgatitur nga ana e Izraelit. Pra duket që ka qenë një skeme mirë menduar edhe për të goditur Iranin në këto pika që po e godet. Si mendon? Ekziston mund të versioni dytë apo jo? Apo është spekulim? Jo, duke qenë një plan tepër sekret dhe duke ditur aftësitë e agjenturës, sidomos të Mossadit në atë rajon, ka ecur shumë ngadalë, ka ecur shumë avash. Ka ecur me shumë kujdes sepse mund të hidhej në erë gjithë ai plan sekret, edhe mund të rrezikoheshin edhe shkencëtarët vetë. Dhe ajo ka ndodhur. Pra sado ta kanë përdorur protokolle sigurie për gjithë program, po, edhe për gardën revolucionare ose më mirë për funksionarët e lartë, generalet e gardës që merreshin me mbrojtjen e këtyre qendrave, dhe ata janë vënë shinjesë dhe disa prej tyre edhe së fundi janë vrarë. Por nuk janë vrarë vetëm tani, ka pasur vrasje në vimësi të tyre. Kështu që të gjitha këto kanë qenë sinjale që diçka po ecën ngadalë, po ecën në mënyrë të kujdesshme dhe duhet të jemi shumë diskret në ato që po bëjmë. Dhe kjo edhe një farë mënyre, pra ajo deterrenca e madhe për të parandaluar gjithë këto sulme dhe gjithë këto akte sabotazhi dhe atentate që kanë ndodhur ndër vite, në një farë mënyre e kanë ngadalësuar gjithë këtë proces. Por unë jam skeptik, unë nuk mendoj se e kishte për 2 javë. Jo, se do të ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës e para që do lëshonte raketa, jo Izraeli. Izraelit, për ta thënë kështu në mënyrë folklorike, i ka rarë majt hunës prej kohësh me Iranin, madje më shumë është marrë me pasojat se sa me shkaku. Shkaku i vërtet i konfliktit aty me cilën është përballur gjithë këto vite Izraeli ka qenë Irani. Edhe në Liban, kur flasim për Hezbollah që sponsorizoheshin nga Irani, po ashtu së fundi edhe Hamasi, i cili sponsorizohej në disa prej... Ishte terrorist si Irani. Po pra, po ashtu kemi një problem shumë të madh të milicisë Shia në Irak, e cila është një bombë me sahat që mund të shpërthejë edhe aty, dhe është nga rrezikjet kryesore që mendohet që mund të përshkallëzojë situatën në sulmet që mund të bëjnë në bazat ushtarake amerikane në